Një dua që na ka mësu Rasuli alayhi salam me than kur kem dhimbje të mëdhaja. Ka ardhur një shok i Rasulit alayhi salam, Uthman ibn As, ka ardhur te Rasuli alayhi salam dhe ka thënë që kam dhimbje të mëdhaja, dhimbje që dojnë me më shkatru. I ka thënë Rasuli alayhi salam, vendose dorën aty ku dham. Me një rivajet, vendose dorën tane të djathtë aty ku dham. Kuptohet, në qoftë se për shembull është dora e djathtë, atëherë vendos dorën e majt, nuk ka problem. Ama në qoftë se dhem koka ose dhem dora, atëherë vendos dorën tane djathtë aty ku dham edhe thu Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 herë. Masanina thu 7 herë. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أثاش 7 herë, respekt për Rasulullah alayhi salam, edhe lehtësim për ty me lejen e Allahut azza wa jall. Lutë Allahun me bindje të plot, Allahu e baf sebeb këtë doa që mu largu dhimbjen prej muslimanëve.